Wow! Mirë se vini miq në Real People. Ja ku takohemi bashkë për një tjetër intervistë, një tjetër bisedë. Këtë radhë kam ardhur tek Mondi dhe po bëjmë zhvendosjen e viçave. Viçave të cilët ai ka në fermë. Mos harroni që të bëni subscribe te kanali YouTube-it, bëni like te kjo video përpara se të ndiqni të gjithë intervistën e plot dhe të ftoj të gjithë ata të cilët duan që të bëhen pjesë. Më shkruani në rrjetet e mia sociale për të më sugjeruar personazhe siç më erdhi sugjerimi sot për Mondin. Okej. Aty Flor. Aty. Aty Flor. Vash, merre se nuk e merr dot gazin, shtie. Hajde. Tani viçat. Po? Rreth 2 muaj rrin te ato bokset e para që pinë ushqim atje dhe han ushqim të veçantë. Pas 2 muajsh ndryshojnë shpinën e tyre dhe vinë këtu te vinë këtu te bokset e rinj. Bokset janë liruar, janë disinfektuar me gilqere. Hajde kalojmë te në Mondi. Janë të disinfektuar me gilqere dhe këto rrin dhe një muaj diçka ditë këtu. Pasandaj shkojnë në bokset të mëdhenj. Bokset të mëdhenj që janë me 10 viça çdo boks. Që bashkohen dhe mësohen të rrinë me shoqërinë e tyre. Tani, me shoqërinë e tyre. Mondi, këto viça sa muajsh janë? Këto viça janë rreth një muaj e gjysmë, 2 muaj. Apo që kanë të rinj fare. 2 muaj edhe ushqen me qumësh pluhur. Me qumësh. Po. Pluhur që është me ushqim, është i përgatitur ka stile për viçat. Ushqimi i përgatitur ka stile për viçat. Prit. Për viçat, se mbase tani duhet ta marrun këtë, po ky sa është? Edhe ky aq është. Hajde këtu. E njëjti gjë. Hajde këtu, hajde. E njëjti gjë është dhe ky. Po si duhet ta arzoj kështu? Ja pa. Ja pastaj është një karrosë. Edhe hajde. Mërje don. Mërje kam të parë, ri mos u bë pjesë. Jo më se ngrej unë kështu. Opa. Shtyje. Kjo është shtëpia e re e këtij. Edhe një, hajde. Këto janë të gjithë viça femra që ne i majmë për t'i bërë lop. Kujdes. Avash ditë. Pra këto janë të gjithë viça femra. Janë të gjithë viça femra dhe i bëjmë lop. Këto kanë ushqim të peletuar, njëkohësisht pinë dhe qumësh. Deri në 3 muaj e gjysmë pinë qumësh. Pasandaj i kalojmë këtu te ky boksi, te këto bokse këtu. Te këto bokse këto familiarizohen njëri me tjetrin, mësohen në grup, mësohen të hanë në grazh tjetër dhe në vazhdimsi e shikoni që janë bokse, këto ikin si vagoni trenit. Këto shkojnë te boksi dytë, këto vinë te boksi parë dhe vazhdojnë deri në fund fare. Do të shikoni janë shumë e di që nuk isha parë viça të vegjël në janë shumë të ndara. Sot këto po kanë hyrë për herë të parë këtu te kjo, prandaj kanë edhe këtë zhurmë që bërtasin, se janë hyrë në shtëpi të re, janë nuk thon ku jemi. Se kjo është si thua e qara për ta? Kjo është e bërtitra, sot ku na keni quar. Edhe rrin në atë, prandaj është kjo zhurma. Kjo zhurma që këto bëjnë. Po nga i ke mësuar ti këto? Tani unë jam rritur me këto. Jam rritur. Do them që unë kam mjelur lop që në 6 vjeç, me të 2 duar. Dhe deri në 500 kg qumësh, 500 litra, bashkë me gruan, kemi mjel me duar. Domethënë, po shikosh gishtat e mi kanë një farë deformimi se kanë mjelur shumë me duar, kanë një farë se edhe sot mjel pjesët e lobe që janë me mastite, me gjëra mimikime që unë punoj me duar për t'i shëruar. Po ti që 6 vjeç? Që 6 vjeç jam ullur një sol aty dhe janë mbledhur gjithë shoqëria e nënës time që sot është bërë për Amet dhe
kam parë që unë milësha lop me të dy duart, janë habitur, dhe sot e kësaj dite unë po të Po si ka mundësi? Po të njëjtin gjë. Si është e mundur, se një fëmijë 6 vjeç pretendohet të shkojnë në shkollë, ti milje lopën. Atje punonte nana ime dhe atje shkonim dhe ne rrinim. Të duket e çuditshme, po ndoshta i ndihmonim në atë kohë, i ndihmonim për të bërë. Dhe që në atë kohë unë nuk e kam lënë këtë lloj pune. Baban e kam pasur po blektor që ishte shumë i apasionuar pas tyre. Mondi, këtu ne jemi në kjo zona e përfshin Savrën? Quhet Savr. Kjo është Savra. Këto është Savra ku ka qenë që kanë ardhur edhe në atë kohën e komunizmit. Kohën e komunizmit ka qenë vend që vinin të internuarit politik. Regjimi asaj kohe ishin pavarësisht se unë kam shumë shok të shkollës e të jetës nga këto që kemi shkuar mirë, jemi aty se pavarësisht se regjimi ishte regjim, po ne unë... Po ti vetë ku je rritur? Je rritur këtu në Savër? Në Karbunar, po... Në Karbunar ke qenë? Karbunar dhe Savra janë shumë afër dhe ne që në Vegjeli lopët i kullosim rreth e qark Savrës, se kështu ishte rrethur Savra me tokët e Karbunarës. Tokët e Karbunarës edhe... Sa lop keni patur ju në të kohë? Në atë kohë, aq lejonte një lop dhe 10 dele. Baba im ante 2 lop dhe 10 dele, çik më tepër nga ç'duash, sepse ishte kurse më këtej pasandaj në sistemin që jemi, unë që në vitet e para, 90-91, unë bëra 5-6 lop edhe me radhë shumë shpejt në 93-in më bëra me 6-17 lop. Në 93-in, 6-17 lop, viça dhe kuaj, se me ato përdorshim me karroce, merrshim ushimin, korshim me kos e me ushim. Nuk flet më njeri për kohën e tani me makinë. Për atë kohë që ne punonim, korshim, ushim karrocën me ushim të njom. Edhe jepi kalit. Edhe jepi kalit, shkakoje, hidhet e grazhdi lopës, pastroje lopën me karroca dore pleun. Edhe deri në 96-ën, po njëjta gjë që me karrocë me kal kemi edhe me kos. Shkoja në Këmbë, edhe në Fierë, dhe këto fshatrat këtu ka pas shumë pazare në Rogozhinë, këte me lopë për dore, kam shkuar dhe kam shitur dhe kam blerë. Se tregtin e kam shumë qef. E ke patur gjithmonë pasion? E kam pasur gjithmonë. Tani, duhet kuptoj, ti më thua 6 vjeç fillove të milja. Po, lopën ishte... është talent kjo apo? Jo, ndoshta siç u rritën dhe fëmijët e mi këtu me lopë, nana punonte atje, të gjithë familja punonin se kishim afër stall, punonin aty dhe duke qëndruar injektohet vetë vullneti. I sa ti fëmijë ke qenë ti? Vullneti. Unë kam qenë fëmija i 6. Fëmija i 6 i fëmija. Ne kemi I fundit? 8 fëmijë, jo, ka qenë dhe 2 të tjerë. Dhe 2 të tjerë pas te. Pas me dhe në përgjithësi, po jemi një familje punëtore dhe vëllezërit e mi dhe motrat e mi kam punuar, siç punojnë gjithë të tjerët, se jo vetëm ne, po me që po flas për vete. Çfarë mban mend ti me nënën tënde në atë kohën e Vegjelisë? Me nënën time, maj mend që vunte për të na ushqyer, për të na veshur. Në atë pjesë përpiqe shumë që ne të ushqeshim, por e gjithë fshati ka qenë në varfëri. Në varfëri. Çfarë të ka munguar Mondi kur ke qenë i vogël? Se ti thua që nëna gatuante ashtu me bukë misri. Edhe në punë që punonte dhe atje më tregonte që në momentin që edhe kur kam lindur unë, në krye të javës i kanë kërkuar, i ka thënë brigadieri që po serë do të zëvësoj vendin e punës, se milte lopt atje. Dhe më tregonte nëna që më merrshin krah, domethënë ishim 400-500 metra, 600 metra, ndoshta 1 kilometër nga stalla. Më merrshin në krah, më çonin, kur më çonin atje më zinte gjumi, dhe kështu që unë jam lindur në grazhdin e lopës, më saktë që ka ikur, edhe kur më ka lindur ka ikur nga stalla. Çfarë moshë ndrojet? Në moshën 76 vjeçare, por e pa fermë, babaj se pa fare. Ishte çështje moshe apo? Po problemi i asaj kohe, ndoshta se tani po bëhen koronare e gjëra aty, ndoshta ka pas nevojë për koronaren e gjë
në atë vit nuk ishte akoma shumë e përhapur. Çfarë tha? Ndoshta ditë të fundit që ke folur me ta. Më vdiq duke qeshur, nuk ishte vdiq se vuante nga zemra me tension me zemër, po vinte te salla, na binte kafe, se kemi pas sistem lidhur, na binte kafe mua dhe një shokun tim që ai punon akoma dhe sot e kësaj dite te unë, binte kafe dhe unë i thoja ik se e smur. Let's des tu para lobe, let's des, më thoshte mua. Edhe familja jonë, e gjithë familja ime, me gjithë vëllezërit, jemi shumë të dashuruar pas kësaj pune. Tani, që të kuptoj vetëm diçka, silazh është këta silazh quhet bari i grir, i prur këtu, i hedhur bon silazh ose baktere për të silazhuar. Unë e di dhe dua shumë. Po ta shikoni këtu, ta shikojnë çunat, ky ka një ngjyrë perfekte. Kjo do të thotë që lopa ha ushqim të mirë. Ky janë bërë të gjitha analizat, dhe po ta shikosh, është një silazh i bërë me mjeshtri. Se të thash që kam qenë në ndetën që kam filluar punë dhe përvoja e viteve edhe dalja është ushqim. Është ushqim. Ky bëhet qumësh, janë bërë të gjitha analizat që ka dhe del me të gjitha parametrat e tij. Tani kam një pyetje. Po. Sot ti je fermer i madh. Por kur ishe fermer i vogël, si e bëje silazhin? Si e bëje? Në fillim nuk bënim fare silazh. Apo ishte mullari? Në fillim nuk bënim silazh, vetëm bënim korshim bare, thanim, dhe bënim kavalet pa e bërë dengje, se s'kishte as makineri. Më tutje pasandaj erdhi makineria, bëshin denjet e vegjël. Shumë shpejt unë, domethënë nga 97. Po në kohën e komunizmit nuk ishte silazhe? Njihej silazhi? Njihesh silazhi, por jo se bë shumë. Praktika e fermave tona, që gjithë grupit ndoshta ke parë dhe ferma tjera, praktika e fermave, një lloj si në Itali, në Gjermani edhe këtej, nuk e marrin më nga fushat te grazhdi i lopëve. Po e marrin nga fusha në magazin, këto janë gropat e silazhit. Në silazh? Dhe këtu bëhet. Lopët çdo ditë nuk i ndryshon ushqimi as një ditë. Kur shohun sot këto dietat ushqimore, thon, buk misri. Haje konsumoje misrin. Ndërkohë ti më ankohesh mua dhe thua, ne në atë kohë hanim vetëm miell misri. Ndërkohë sot thot, mielli misrit është i mirë për trupin. Po ndryshon e gjë mielli misri, se në atë kohë misri që kishte çikmyk e hanin njerëzit dhe derrat hanin misër më të mirë se sa njerëzit. Se njerëzit nuk i gjen gjë, kurse derri ngorte. Janë dy të bëra. Edhe ai misër që na bluni ne nuk ishte thjesht misër i situr dhe i bërë. E kishte gjithë edhe lëvoren e misrit mështrishës. Edhe po ta përsheshe në tas me qumësh, dilshin gjithë ato lart si nuk e di. Lëvoret dilshin lart e qumshit dhe nuk është ajo që po themi. Të merr malli ta provosh? Po unë e provoj bukmisri, po se provoj si atëre. Bukmisri me qumësht. Jo, bukmisri me qumësht. Jo, unë e bëj. E bën, ë? Po nuk bëhet llave që e bëj. Po nuk është maj, nuk dalim ato lusfat e misrit të dalin lart mbi atë. Më i mirë është sot përsheshim me bukmisri apo ka qenë dia? Sot nuk bëhet llave që sot. Këto janë gjërat. Dhe në atë kohë neve nuk kishim prisim, kur ishim fëmijë, prisim që të vinte karrocat, binte bukën të furrit, se në dollapet e shtëpisë që kishim në atë kohë ishte nuk ishte as i cop bukë për kalamajt. Kur vinte në orën 8 vinte ajo, ashtu ka qenë. Në orën 8 të mëngjesit. Jo, në orën 8 të darkës vinte. Ne ke fjetur ndonjëherë pa ngrënë? Po dhe kemi fjetur, po jo se nuk ishte familja ime ka qenë shumë e varfër, që them që ka qenë shumë e varfër. Po atëherë 8 fëmijë mos ja fut kot. Po jo, nuk kemi qenë shumë të varfër, se punoni shumë prindit tanë që të na mbani. Por nuk vinte buka në furr, në dyqan. Në atë kohë. Shiko, kuajt. Po ata. Ja te keni kuajt atje, kuajt i man çunin për qef. Hajde ta afrojmë çik. Çfarë race janë? Të qase, për rasa më më thuj mua ti si di fare këto. I marr vesh shumë kuajt, i man çunin se i ka qef. Ai larushi të qas po ti vesh. Kuaj. Çfarë nuk kanë ferm? Lop, viça, kuaj, buall. Ja, atyri se. Eja!
Aty se aty do vinë, aty. Na ndiq. Aty do vinë. A të ri aty. Aty se aty. Ma do e vinë. mua. Mje pa. Hajde. Si ja o ka vendos emrat, mo? Hajde, hajde. Eja këtu, eja. Tani, se diu se qa e mi ka, jam qefi quni, i man quni për qef. Digjo, i e bërë gjysh mondi? Po, kam 2 nipër që më punojnë 2 niprit e mi. A, 2 nipër që punojnë, pse sa vjetë që janë? Po janë të vegjël, po do thotë që i shfryzon shumë. Niprit e mi janë mush njeri 10, njeri mush 6. Atë piruni që përdore ti tani, që prove viçat, nipi imi ka një vegël që i ve përpara dhe afron ushqimi për 5 sekonda. 5 minuta e afron ushqimin gjithë lopëve, do shkosh ushqimin që e afron atje. Hajde këtu, hajde. Ky është i urt, ai kali mashkulli i urt. Ky këtej. Ky Flori. pikaloshi. Flori, ky. Ai është i Ai urti, është i ë? urt. O mondi ti me qef si pas ke shumë kuajt, mos kanë goditur në një herë Jo, ty? nuk më kanë goditur, por derisa unë nuk ditë kaloroj, nuk jam, Hajde nuk këto. jam shumë. Ai është shumë i urt. Tani kam një pyetje. Po. Lopa, a ka rutinë si puna njeriut e ha mëngjesi në orën 8, pastaj në orën 1, pastaj drekën, pastaj darkën në orën 7, 8? Lop tona dhe viçat dhe lop tona nuk kanë, orarin e kanë vetëm mëngjesin, pastaj 24 ore kanë ushqimi përpara. Ato hanë sa të duan, nuk ngopen se nuk kanë frikë se po ngelen pa të. Se në momenti që baktia mendon se po ngelet pa të, do futet o të pi ujë shpejt, ose të ngopi barkun, sepse Është instikti, ë? pjesa më e madhe e fshatarëve i hedhin me racion, i hedhin mëngjesin, i hedhin drekën, japin ujë kur i teket, kurse këtu s'ka ujë dhe ushqimi janë 24. Pse kështu reagon kafsha në momentin që ka vetëm pak fillon edhe lufton ku do ta Ajo e marrë di, ushqimin? nëse ti e bie nga kullota, ose ke ngrazh që do mbaroj ushqimi, ajo tenton të ngopet sa më shumë që të kryoj, se prandaj ishte ri për ty pse që ajo ka kullotur gjithë ditën në momentin e duhur dhe kur gjen kohën, domethënë te egërsia po flas, kur gjen kohën fillon ta ripërtypi. Merr sa të mundi pa e përtypur fare, krap mbush në plans. Pasandaj në momentin që gjen qetësinë dhe ato fillon e ripërtyp. Ore kam parë në Instagram nga ato lopët që kanë, jo lop, po lop ka qenë. Lop që e ka të barkun e fryrë se ndonjëherë bën gaz. Edhe e qahet ajo që nxjerrin gazin. Lopët fryhen në momentin që janë të paushqyra, ka një defekt në plans, në stomak dhe në plans, dhe hanë ushqime që kanë shumë gaza, si yonxha për shembull kur është e pa pjekur, e pa bërë dhe krijon shumë gazra, shkum bëhet atë pjesë, bëhet shkum. Në momentin që ti nuk e hedh një solucion për ta shfryer, po në momentin e fundit që nuk e shfryn dot ashtu, tash posh me troka, ajo se ato e ngarkojnë zemrën, mushkrit dhe zemrën e ngarkojnë planci aty, tak bie ngort lop. Do me thënë ajo është lop e rritur keq. E rritur, jo, në përgjithësi ka probleme se gjithë ajo nuk kanë atë, kanë probleme. Gjërat. Nga janë këto lopët? Këto janë rase Holstein, tani materiali biologjik vjen nga Amerika, materiali biologjik sperma, vjen nga Amerika, edhe pjellshmëria e lopëve në material të zakonshëm të pa përpunuar bëjnë 50% bëjnë femra, 50% bëjnë meshkuj, në rastet kur duhet. Janë të zgjedhura e bën vetëm femra? Kur janë aty, kur janë të seksura që bëjnë femra, domethënë laboratorët që përpunojnë vrasin kromozonin Y dhe lën vetëm X-in. X-i që është femra, Y-in e vrasin dhe 95% e tyre, mbi 90% e biçave dalin femra. O mundi, shumë pak. Po spermën ku e gjen ti spermën e demit? Po vjen nga Amerika pra? E porosit ka shqiptar që e sjellin apo? Jo, ka kështu fondacione, shoqata, individ që bien, plot individ që bien. Ka biznes dhe me sperm demi? Po, nuk bëhet lave që ka. Është një biznes, është biznes, po patjetër që bën. Pse sa të kushton të blesh një sperm demi? Patjetër që bën, por për kuriozitet. Ka sperm dhe 20.000 lekë doza. Ka dhe 5.000 lekë, ka dhe 3.000 lekë.
Po këto 3.000 lekë janë nga ato që si po. Se di tani se qa janë. Nuk bën punë fare, ë? Bën punë. E dallon dot kur një lop fle me qef? Bullicat janë atje, po. Si e dallon? E dalloj që ajo fle mirë, duket që fle mirë, më le përshtypjen që fle mirë dhe ripërtypet këndshëm. Ripërtypet fort. Në momenti që ajo është ulur dhe ripërtypet, unë atëherë them që do marr qumësh. Wow. Edhe kështu që Po kur është një lop e stresuar, Mondi? Tu ke arte babaxhani lopëve, se nuk vjen njëri para vetës se lopët, jam i pari i lopëve, nuk ka bërë ferm njëri para me. E trajton lopën me dashuri, Mondi? Unë flas me ta. Si flet? Unë flas tani flet, unë të hy brenda dhe ato mos lëvizin, ti jenë, i dua shumë. Të nje kjo për shumë? I dua shumë, po të deshtiret vete unë edhe shkosh te bullicat që janë aty. Tani, kjo ishtë salla. Përqindja e lopëve që janë ullur, me përqindja e lopëve që janë kam, është më e madhe. Po të shikosh këtu, po të shikojnë qunat këtu, lopët po rrinë, gjeni pozicion. Po rri dhe lopa dhe pula atje. Edhe këtu, lopët po rrinë. Shikosh që rrinë ullur dhe përtypen? Ai është dysheku i lopës, që po më thoje? Ai është vendi, do më thonë e ndarë, e disiplinuar që lopa mos bëj baglen, majtas, zjathas, nga koka nga kam, se thonë si lopa baglen, po aty ishte disiplinuar, ai ishi mbushur me... Se kjo ka dalë shpreja si lopa baglen? Si lopa baglen, se lopa do bëjnë gjithandej, do bëj baglen. Pra e lëshon gjithandej. Shikoj shtratin i lopës, shikoj lopën se si përtypet. Në momentin që... Eja këtu. Në momentin që lopa përtypet në atë formë, ishte ullur dhe përtypet në atë formë... Do thotë që do t'jap qumë shtirë? Atë thonë që këtu gjendja e rahatshme. Asa e bukur. Kur lopa është rehat, shie pak... Shikoj këtu, quna shikoj... Lutem, shie pak, kjo është lopa. Kjo është lopë e rehatosur. E rehatosur. Ajo që rri ullur dhe përtypet, aty janë pjesët më të mira. Ajo e ka vendi ku të flej. Eja këtu, zemër. Hëmë shpirt, hëmë dritë. Mos. Na e bëri kjo pozën. Ajo është pjesë. Pjesë e procesit, po. Tani këtu keni ushimin. Tani, pse më thua ti muaj që flet me lopën? Se kjo është shumë e bukur ajo fjali. Unë flas me lopën, se po unë hy këtu, mund të hysh edhe ti, mund të hynë dhe 100 veta të tjerë. Unë duke ikur shoh se ke lopë kam të menduar. Ke lopë nuk kam mirë. Këtu nuk ka asnjë lopë për momentin. Të menduar dhe të rri. Ajo, po që bëjmë në masazh? Aty kruhet ajo, ishte ajo makineria që kruhet. Dhe lopët, po t'ishte në një lopçar, do shikonte që lopët janë ullur. Thot që gjendja... Tani, ora në këto momente është 10 e mëngjesit. Po. është ky një orar i lopës për çfarë? Për të bërë çfarë? Është për qetësi. Qetësi, ë? Qetësi. Lopa është qetësia, vetëm kemi hyrë ne, sepse s'ka asnjë njeri, asnjë punëtor. Ushqimi është i afruar, ushqimi, po ta shikosh ushqimin është perfekt, nuk e që thua, i ka të gjitha. Çfarë është aflatoksina, po? Aflatoksina gjendet te misri kokër, është myk i futur brenda misrit, dhe shfaqet te qumshi, te lopët, aflatoksina. Gjëtë të cilën ne jemi në normë. Unë dhe shumë shokët e mi vërdalë që kemi ferma, jemi në normën e asaj, në normën që kërkon Bashkimi Evropian. Se dhe qik tërkuze bën këto tanët qeveria jonë dhe njerëzit tanë, atë punë, se kërkojnë e herë qiqra në hellë. Në momenti që Amerika e ka 10 fish më të lartë, e ka me 0,5 dhe fermave shqiptare e kërkojnë me 0,05. Ne kemi arritur atë punë, por duke pësuar, duke kërkuar që misër me çmim më të shtrenjtë, soj me çmim më të shtrenjtë, el me çmim më të shtrenjtë, për të gjendur më shumë. Kurse ne kemi 0,05. Tani ti mua këtë ma thua se ka marrë me kamera, apo po ma thua se është e vërtet? Jo, po ta thamë me që kamerën tënde do ta shohin, filmimet tuaja do t'i shohin gjithë ato që janë. Ti e pi vetë këtë qumshtin? E pi vetë? Unë e pi edhe pas zjerë fare qumshin tim. Edhe Erzeni qumshin e fermës time e përdor për asortimentin më të mirë që bën. Pse ti e çon tek Erzeni? Erzeni, kam vite që punoj me Erzenin.
komunikojmë shumë mirë me fabrikën, sepse fabrika ka interes të unë si fermer dhe unë kam interes të fabrika. Fabrika s'bën dot pa qumshin ton të fermave dhe ne nuk bëjmë dot pa fabrikën. Në çfarë ore e mbledhin qumshtin? Qumshin tani vjen që më vonë, vjen ora 8:30, 9, 10, vjen, nuk e di ka ardhur s'ka ardhur, se mundet 10 jemi tani ne, po duhet të ardhur. Duhet këtë ardhur, I ke parti këto ushqimet që thonë ushqime bio, ushqime jo bio në market. Janë këto trendet e fundit tani. Çfarë mendon ti? Tani mund të themi ushqime organike dhe jo organike, se bio, që thosh bio, duhet që unë plehu ureja që unë i hedh misrit të mos jetë prezent atje. Aty. Ushqime organike, po. Ushqime organike që janë... Ti mendon që është vetëm marketing, apo besoj që është... Për mua, ushqimet bio mundet të bëj vetëm delja e kuksit vetëm në momentin që pokullot atje mbjeshk. Dera ty, se tjetër pasandaj nuk ka në botë ushqime qumësh bio, ose lopa që kullot në Alpe. Ne nuk jemi në Alpe që të kullosin lopë. Lopë tona hanë ushqim të pregatitur, edhin atë. Sa e shet ti litrin e lopës? Litrin të mos gaboj 730 lek me gjithë të vëshan. 73 lek për litër. Për litër, me gjithë të vëshan brenda. Me gjithë të vëshan. Të vëshan djetë që i kthehet shtetit. E kuptoni çuna që këtu lopët janë rahat? Ja ti ke. Po pse zjo dhe lopë dhe jo dele? Po, me këte kam punuar gjithmonë, me këte jam këte njofë dhe këte dua më shumë, më saktë. Është punë më vështirë se sa e deles. Po flasë për delet në regjim, jo me delet shumë, se unë nuk mundet vete... Të erdhi. Të rri. Erzeni merë 9.500 litra, 9 tonë gjysmë qumësh çdo ditë. Çdo ditë 9 tonë? Çdo ditë me 9 tonë gjysmë qumësh të unë. Tani qumëshi është në për frigorifera, dhe Zabiti është gati për ta marrë. Ka montuar atë dhe është gati për ta marrë. Shish. Këto janë frigoriferët, që e ke mbledhur sot. Tangeret e qumshit, mbrëm, darka dhe mëngjesi. Po pse duhet direkt që të merret shumë shpejt, pra maksimumi darkë dhe mëngjesë? Ky është i darkës e 2.8 gradë. 2.8 gradë, kurse i mëngjesit është më i ngrohtë, është duke punuar frigoriferi. Këtu brenda është makineria e qumshit. Këtu e mbledh? Po. E miel, ë? Ua. Si është puna, ka ikur koha kur mblidhej me dorë? Ja, ta ndezë. Po mundi? Këtu është makineria e qumshit, tu futen... Dgjoj, herë në fundit, kur takova atë fermerin, më tha që qumshti i deles e shiste diku tek 120 lek, mos gaboj. Po pse qumshti i deles është më i shtrenjtë se i lopës? Po është më i mirë. Delja ka qumësh më të mirë, ka me yndyrë më të madhe, delja ka yndyrën 6 deri në 7%. Edhe lëndër po më shumë uzmet kushdo, lopa apo delja? Më të fortë. Tani, po ti kesh me regjim, delja do më pak. Po kur është në kullota, ndej, djetë që delja ka më shumë, ka më shumë punë, se bariu ose i zoti do ti ndjeki nga pas. Kurse, po t'jetë në regjim sallor, si që ka, nuk do aqë... Këto ishen 2 frigoriferat e qumshit, që do marri Zabiti tani, do nga koj, ha Zabit? Zabiti bën analizën tani, analizën e qumshit për gjendjen e qumshit, për antibiotik, për, do më thënë, për qumësh të thartuar ose të bërë. Pse çaj bën ai aty? Ai bën testin antibiotikut. Testin antibiotikut. Wow, se kisha parë ndonjëherë këtë. Wow. Ne presim sot analizë. Ose nga arpaj. Nga e ti Zabit? Una? Nga fshatin gjitur, ku do të... Nga Samatic. Nga Samatic. Gjitur. Kjo tregon tani nëse ka antibiotika apo jo? Ka ose s'ka antibiotik. Ku e tregon që duhet dalin qëllëse? Do dalin 3 vjetë. Në një sojtë. E kuptaj.
Sot do vinë po e thamë. Erzeni një vija. Sepse ka Erzeni po nuk që qumshi në parametër nuk ta merr fare. Ka ndodhur ndonjëherë që s'ta ka marrë qumshi? Po, është prishur dhe është prish, nuk ka punuar ky natën, S'ka ftohur. nuk ka ftohur dhe përveç se me antibiotik një herë që jo, aflatoksina po, jo, dhe kështu që Pra me 3 vija del që është i saktë. është i saktë. Po merja tani. Po lekët kur ja jep. Patjetër. Hajde tu çoj te Nuk shihen lekët, nuk shihen. bullica dhe kështu që Më çon tek bullicat. Se tani ti je fermer. Nga e dallon ti vet një qumësht të mirë nga një qumësht i keq? Unë e dalloj që aty kur e mjel një herë, që i tregoj kujdesin maksimal, te pastrimi i gjirit, desinfektimi. Mirë, e kam fjalën edhe po ta kesh aty. Qumshi. Po ta shohësh qumshin ka aromën e qumshit, aromën e mirë të qumshit, ka ngjyrën e mirë të qumshit, edhe kështu që këto janë aty, s'ka si ta njohësh tjetër. Qofse është qumshi i pisët, është i pisët. Ta jep koha thua. Është i pisët. Eksperjenca, Edhe kështu që ne jemi. Mirë, kam një pyetje. Po. Nëse do kishte qenë i njëjti çmim, qumshti tek fermeri dhe qumshti tek marketi, a do kishin ardhur, do kishin thënë konsumatorët dua qumshtin e fermerit? Po patjetër që mundet thoshte, po dhe mundet se fabrika ka gjërat e veta që unë në fermë nuk ja bëj dot. Se fabrika ka pasterizimin, ka rregullimi, ftofjen, ngrohtjen në parametra kështu sekondar që fermeri nuk e bën dot. Nuk e bën dot se qumshi vet ka dhe fabrika realizon procesin. Si që kam hesur me stallën duke i bërë në këto gjëra që po flasim, ashtu ka hesur dhe fabrikat, numri shumës kanë ikur, kanë hesur në rregullimin e... Pse zgjodhe këtë vend ti për fermën? Se këtu jam afër tokave. Afër tokave të tua? Afër tokave që kam me qira, se kam pak tokat mia, po kam tokat me qira, dhe lopa pos pati tok nuk mundet, sepse ishë se ne koncentratën në përgjithësi bëjmë ca vetë, po pjesën dërmuese e blejmë. Edhe pjesa voluminoze janë me qindra kamion silazh, qindra kamion silazh që kanë ardhur. Qofse unë do ta blija, unë nuk mund të ekzistoja dot si fermer. Po, tani kam një pyetje. Unë ekzistoj se prodhoj. Pse thuhet që qumshti vjen nga jashtë, vjen më i lirë se sa të merret në Shqipëri? Ato unë nuk i di mirë, megjithatë nuk e besoj që t'jetë shumë aty. Po në qoftë se unë e blej sojen nga Greqia, fermeri grek e blen atje. Unë fus fitimin e distributorit që shet në Greqi, fus rrugën, fus dhe fitimin e tregtarit ton, dhe unë nuk e marr sojen si greku. Nuk e marr misin si greku ose si serbi. Neve na kushton soja dhe misi që vjen, se futën gjitha këto. Sa do kishe dashur ti ta shisje qumshtin? Sa do kisha dashur unë, sa do kishe dashur ti me mendimin tënd? E dashur, po të ishte 800 lek, do ishe më mirë, se arsyeja është që ferma të investoj për të bërë më e mirë. E kuptoj. Kur bëhet më e mirë për vete, po bëhet më e mirë dhe për fabrikën. Në momentin që ka prodhim, ka cilësi, ka rregullsi, gjitha gjërat janë të lidhura. S'duam, ne ato do lidhen organikisht me gjendjen time dhe gjendjen e fabrikës, gjendjen e gjithë fermerëve, se po me që po flas unë këtu është aty. Kjo është stall që e kemi riparuar, Ku i ke ballicat këtu? I kemi ristrukturuar tani. Edhe e kupton tani krevati lopës, isha i krevati që e shef me qeke bosh atje. Aty ajo fle, aty dhe ato gjermanët përdorin ca shpreje, ca gjëra dhe ato andaj specialistët. Shtrati më i mirë i lopës ishte pleu i saj. Edhe unë këtë jam munduar ta bëj që lopët të flerë rahat. Ke udhëtuar ti mundi? Shumë. Nga ke shkuar? Shumë, po kam qenë në Itali, në Gjermani, në Danimark, në Austri, në Hungari, në Serbi, Maqedoni, tani në Greqi, nuk e di, po kam vajt vetëm për lopë. Nëse do ishe kthyer pas në kohë, po? Tek në 93-shin, kur more ato 10-13 lopët e para,
Çfarë do kishe ndryshuar ti për shembull? Dgjoj, unë nga 93 këtej ndryshimi që kam dashur e ka bërë sot që flas me ju, e quaj veten deri diku të realizuar, si të realizuar, domethënë unë nuk po heq ple me karroca dore, unë s'po thor me kostër, unë i kam rregulluar lopët me krevata, unë nuk po marr 2-13 litra për lopë, po marr 33-34 litra për lopë me sataren, që ka mundësi akoma më tepër, që do ta realizoj shumë shpejt, sepse e di dhe se ku çalon gomari për të ecur që më tutje. Edhe çka kam dashur jam munduar t'i realizoj avash avash. Jam aty ku kam dash, atë që kam dash, aty ku kam dash e kam realizuar. Kam thënë që do shkoj atje dhe kam shkuar. Dhe ke shkuar. Dhe kam shkuar. Edhe po mirë, në një dhuratë ja bën vetes për shkakun se lodhesh kaq shumë. Te dhuratat jam rri gjithkohën punë. Te dhuratat jam shumë i dobët në dhurata, po mundohem që tiki në një herë çunat. Po? Çunat tiki në një herë për tikur dhe rri unë vetëm këtu që... Ti rri këtu? Sa orë punon ti këtu? Unë rri vetëm këtu që ato tiki, po nuk mund të lem do të fermën vetëm këtu asnjëherë. Po mirë, pse më të rrinë çunat këtu dhe ti kësh ti? Jo, ne të shtëpisja, unë lëvizje që kam bërë kështu në përbot për këto lëvizje. Po si edhe ato për të parë lopi ke bërë? Pun, vetëm pun. Nuk janë të rrallë fermerë që ja japin dhurat vetës. Ato ndoshta do më shohin mu, po e di që po bashkëshortes i bën një dhurat? Ikin, bashkëshorte lëviz më shumë, tani pleqëri. I blen një çanta, i blen një... Mire, nuk na mungon ajo pjesë, Ne ja ke bler ti asaj, mos ma thuaj mua edhe për kamerë. Dgjoj, unë kam lënë çunat që të goca dhe çunat që t'ja bëjnë dhurat. Dhurat, atë? Dhurat nënës. Edhe këto janë gjërat. Po politikante ishe bërë ti mëndë? Jo. Pse? Nuk dua as unë as kalamajt e mi, nuk dua që t'janë, ja, po minister? Nuk dua si gjë, nuk dua punë shteti. Po t'ishe bërë minister bujësie? Po t'kisha qenë minister bujësie, po t'kisha qenë, do më thënë, si një nga gjëra, se nuk mund t'a bëj dotër, po një nga gjëra që ashtu, do t'i pritësha shumë të fermerët që kanë potencial dhe lëvizin, heci për para. Do t'i takoja personalisht edhe do t'i digjoja se ku qalon këtyre gjëja. Ku i qalon gjëja. Vetëm këte do bëje, përveç të tjera. Por nuk kam parë që të lëvizet aq shumë. Nëse dikush për shembull do donte të bëjë një fermer. Po, qoftë edhe i ri. Çfarë do i këshilloje gjëja e parë? Unë nuk kam 30 e kusur vite edhe vim plot çuna që duan të bëjnë ferma dhe unë të gjithë përvojën time ja jap siç po ta jap ty, ja kam dhënë çik më tepër atyre se kanë foli çik më hapur dhe se çfarë do ferma. Dhe çfarë do ferma. Te unë kanë gjetur gjën e duar për të marrë një vendim ose një këshill për të bërë fermë. Për të bërë fermë. Unë nuk mund të them të bëj fermë dikush që nuk vetet e ferma fare. E kuptoj. Kjo është një nga gjithkohë. Një njeri që nuk punon me fushën, i kam thënë që nëse ti nuk do punosh me fushën, nuk do bësh fermë sepse nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Ne ikim punëtorët, se marrëm mjelja, marrëm që u qetësua gjendja, ikim punëtorët. Unë dhe çunat e mi nuk ulemi ndonjëherë. Edhe kur vinë ato dhe kur ikim prapë ne nuk ulemi. Ne marrojmë punë në orë 9 darkës, 8:30 9 darkës. 9 darkës marrim punë. Dhe pasandaj edhe masi kemi hëngë darkën edhe aty vjen njëri nga çunat që afron ushqimin e lopëve me atë piruni që hipet ti, afron ushqimin e lopëve, i shikojmë, kysh janë, ka për të pjellur, s'ka për të pjellur, ka smur, s'ka smur, edhe pasandaj ne jemi non-stop dhe punojmë. Më thuaj një gjë të çuditshme që të ka ndodhur me lopët që ti e mban mend edhe sot e kësaj dite, se harron asgjë. Me lopët? Qatë tem, kam pas lopë shumë të mira që i kam në kujtesën time, lopë që si harroj asnjëherë. Sado që t'jenë i di kush ishin, qa ishin, si ishin, edhe sa litra më kanë shkuar dhe sa më kanë bërë. Se mban mend lopët që të kanë prodhuar shumë qumësht? Nuk bëhet llaf. Kush ka qenë kampioni? Nuk bëhet llaf, limuzinë. Limuzina? Limuzina. E kishte emrin limuzinë kur e ka marrë në Gjermani dhe e njifshin gjithë limuzinën. Për atë kohë.
Pse? Edhe jo me këtë ushqim që hedh sot me ushqim që më të dobët, aty që i ka marrë, më jepte 65 litra, edhe për kohën, se sot kam plot me 60 litra aty. E kuptoj. Sot kam plot për kohën me ushqimin që isim, po diku nga 2000-shi, Nga viti 2000. Nga viti Ishte 2000. limuzina. Limuzina. E kishte emrin te kartela atje dhe unë limuzina dhe sot këtu trashigoj emrin limuzin. E trashigoj emrin limuzin. Ja jep gjithmonë kampiones? Te kampionët e ato që i përgjajnë asaj, ja jap Sa është sasia më e lartë që një lopt ka prodhuar? aq te 65 litra. 65. Pra limuzina vazhdon ende të jetë Limuzina kampionja. tjetë kampione aty Wow. te 65 litra që i japin dhe i mbajnë mend të gjitha. I mban mend Po gjithë. nuk bëhet llafe. Si ka qenë ajo limuzina e parë? Limuzina e parë ishte me gjithmonë limuzinë e gjatë. E gjatë, e zezë me pak lara, me sisë të zeza, me gjithë fantastik. 2 herë nga 2 viça më bëri, po nuk e dija që ishte. Dhe ajo ishte limuzina që Ke qarë atëherë për limuzinën kur ka ngordhur? E kemi aty. Nuk më ka ngordhur, e kam hequr pasandaj se lopët që japin shumë degradoj dhe shpejt. Dhe kështu që në fillimet e çove te mia, kasapi. në fillimet e mia, drejt në thëmë bashkë me gruan, kur na dëmtohesh lopa, dershim lot. Kurse më pas i thira mendje se mund ti me këto do merresh të qash për ditë nga ato dhe në u bë proces tani që edhe do dëmtohet dhe do lindin dhe do bëjnë. Po në fillimet drejt me thënë ajo isha shtrysja pleut që krijon atë. Se pas ka me shumë qef të rikam këtu. Se pas ka me shumë qef Se te kjo zona. Se kese ish ajo, po ish O bo qerë këtu mondi! Ja. O mondi qerë! qerë, ja ishte ja tek e bullicat. Ti je mësuar me këtë Këto herë. janë bullicat, nuk punon gjithmonë ajo, po ishte mos afro shumë asaj se Pse? Të sulmon? kjo e para ishte Është sulmuse, ë? kjo pa afro një herë ti Flori. Hajde një. Këtu tek kjo. Hajde. Afro po mëse. Afro. Ha, shikoj. Ha. Afro, shikoj. Afro. Po që ti bëjo ti? Afro, preke. Po ti thua të sulmon? Po preke shi, nuk isha ajde se e lidhërish. Hajde këtu, hajde. Hajde këtu. Po pse pas ka Ja, sy? po shef. Kjo që ka sy blu kjo. Po shefat. Buallica. Buaj. Ka bullica, ka dhe bull. Nuk të letë pja jo. Ha. Po këto pse që kanë sy blu? I ka sy të vetë. Po shiko Flori. Veqa. Hajde që këtë. Hajde lërja. Se të shef ti. Ha. Më shef mua dhe prandaj sa afrohet ajo. Se për mua më thret ajo. Si të thret? Më thret. Gu. Sa më shef. Hajde. Largohuni pak çuna, ta dëgjojmë çik. Ja, nuk ka sho, ja. Mua më qas në parametra. Ajo me që nuk do asnjë, ja të ty do vi kështu. Ish aty. Atje poshtë keni, atje poshtë është ajo. Është bolli i madh që është atje. Ku ishte qumshtin e këtyre? Këto tani miren erzeni e merr. Edhe këtë? Erzeni e merr qumshin e këtyre se s'kan pjell të gjitha, janë pjell. Atje është bolli, këto janë bullicat të gjitha. Viçat, kotorrat i pam që ishin atje, dhe këtu është ky trimi. Që ky është shumë i urtë, Kjo është i madhi. Jo, ky është i vogël në moshë, po ky është burri i tyre. Kjo është burri, ë? Ky është burri i tyre. Mund peshoj 9 kujtal, edhe 10, po 9 kujtal po njerë mund peshoj, se ka frikë nga ato është... Po është shumë i urtë. Hajde poqë. Si qunë? I them unë që shkës. Poqi, me përkëdheli. Hajde, poqi! Ja ka frikë nga këto. Nga kamerat, ë? Ka frikë nga kamerat, po janë kafë shumë e fort. Janë jetë gjatë, kanë qumësh të jashtëzakonshëm, që nuk e ka asnjë kafshë qumshin e këtyre.
Aty, ndoshta Gomarja mund të jetë Gomarica? Se ka që mire ka qumshin Gomarica? Gomarica ka qumshin më të mirë, po dhe këto janë kanë qumësh të jashtëzakonshëm. Kjo ishte ëndra e nënës tënde? Kjo ishte dhe unë këte i ka marrë sepse më kishte fiksuar nëna ime. Edhe këto i ka marrë. Më kanë qik punë, po unë nuk i mërzitem. Nuk i mërzitem punës tyre. Po nëna nga e kishte mësuar që? Ati, kishte punur, kishte i punonin. Se kemi patur në buaj në... Po, lushnja, lezha, fjeri, kam pasur edhe Berati, zona Beratit, Fusha. Fusha, kam pasur të gjithë bullisa që përdorshim për të pluguar me parmen, dhe i milshin të shtëpia për t'i marrë qumshin. Për t'i marrë qumë, e shkafsha më e fort, se sa demat apo se sa çdo gjë tjetër. Këto janë shumë inteligjente, janë shumë të zgjura, nuk të pranoj me kullaj, po të dashuruan nuk të lënë më, po të dashuruan ishte. Nëse do të t'jepja 10.000 euro, çfarë do bëja? Unë, sa do bëja me 10.000 euro? 10.000 euro 3 lop ble. 3 lop ble, çfarë do bëja 10.000 euro? Po të mjepshe 2 milion euro që t'i blija, ta bje gjithë lopët e Gjermanisë këtu. Po, qa 10.000 euro, 10.000 euro, 3 lop bëjnë, 3 mushqera t'i marrë nga 3 mushë bashkë. Aq bëjnë. Aq bëjnë, ja do shkojnë në Gjermani këto ditë edhe... Edhe i zjedh vetë lopët atje, Po, vetë i zjedh. Edhe kështu që nuk bëjmë punë 10.000 euro. Fluturon me avion apo me makinë? Me avion. Tani mosha 62 vjeç t'i me makinë shumë. Udhëton në business class apo? Jo. Ekonomi? Jo, ekonomi, me këto si qatë, business class. Jo të pyesë? Jo, ekonomi. Po të kishe qenë në Gjermani, do kishe qenë fermer më i fuqishëm? Po, patjetër që po. Po. Me dashurin që kam unë për këto, po. Po, them që po. Më thuaj, i ke surprizuar ti të huajt me kaq shumë sa i do lopë? Po, të gjithë. Qa thonë ata? Të gjithë. Atë pasionin që Ka ftuar në njëri që të punosh? Jo të punosh. Jo të punosh, t'ka ftuar asnjëri, t'ka thënë për shembull... Për punë jo, për vizit po. Jo, flas për punë që mund të ketë thënë në vitet... Jo, nuk e kam kërkuar asnjëherë atë unë, nuk e kam edukuar as te çunat, as te vetja. Ata do rrinë këtu në Shqipëri, ë? E do Shqipërinë, ë? Ato këtu. E do Shqipëri? Si se do. Të dha Shqipëria çfarë i ke dhënë? Se do. Nuk ndjehem keq, jo them që ndjehem keq aty. Me punën tim, me punë i kam bërë, po nuk ndjehem keq. E vetmja gjë që kanë shumë punë. Si t'japin atë gëzimin, t'japin dhe atë pjesën se kur e shef që të ngorth, të ikën 3.000 euro dhe nuk të vjen mirë. Por gjithmonë çfarë nuk e kuptojnë kurrë njerëzit në jetën e një lopçari? Dgjoj, njerëzit nuk e kuptojnë se kuptoni ju si televizione. Ti ke ardhur sot tu dhe ke bërë shumë mirë që ke ardhur dhe kanë parë të ditë e fundit që kanë parë që kanë lëvizur. Po ti thoj, kanë djurë në televizionet tona, që thonë pse me lop mere mund, se i duket vete, po vita provoj një të flasi me këte. Të flasi njërë me këte ai që flet atje, se si shklet atje flasin gjitha, po të rish atje në karrike të flasin gjithë. Edhe thotë pse me lop mere mund që ish aty, kjo është gjëja që nuk i jepni rëndësinë e duhur. Ne shohim televizionet e botës që japin jetën e fermerit në vazhdimsi. E japin jetën e fermerit tej se ç'a bëjnë. Po dita më e vështirë jotja që ti mban mend në kaq shumë vite, në 36 vite që ke bërë lopçarin. Po, më thuaj kur ka qenë një moment shumë i vështirë. Në moment i vështirë... Që ke folur dhe me bashkëshorte? Në fillimet tona kemi vujtur shumë, do më thonë ato kredite para që kemi marë, do më thonë kemi punu shumë për... Sa e ke marë kredite Kemi pare? punur për shumë, me 24%, ke marë 14 milion lek vjetra... Kredia e parë fare? 14 milion lek vjetra... Çfarë të thanë atëherë kur more kredi? Por llafet e bankave në fillim janë të mira, po kur të rrojnë dhe të qethin pak e ka pak me interesat që kanë qenë më sakt, unë dhe një pjesë e mirë e fermerëve shqiptar kam punur shumë për bankat, do më thonë me përqindje të lartë interes.
Edhe nëse kanë dështuar sepse nuk i kanë përballuar dot. Se kjo do këto, punë që shefti këtu, kjo ka punë, po do një lek që të bësh një investim plus. Po. Në momentin që ti shet një bull për të Ishte dakord me ty gruaja kur more 14 milionin e parë? Po dakord ishte, të thash Frik kishe? Të thash unë Po frik nga kishe? kredia unë kam shumë frik. Unë dhe familja ime nga kredia kemi goxha frik. Goxha frik. Frik sepse ndoshta tani janë lehtësuar gjërat, janë më shumë, po unë nuk kam marrë, ma janë lehtësuar gjërat, në të drejtë janë lehtësuar, ja ka siç jep qeveria me 2% interes, e këto kur është me 2% interes, nuk ka njëri që mos marri, po nuk e di se sa i marrin, me 2% po. Ja vlen që të marrësh, të rrisësh biznesin, të rrisësh. Si është Flori, puna? nuk bëhen të gjithë njerëzit kështu siç jam unë dhe siç janë disa të tjerë. Ne fermerët e mdhenj që janë këtu, që njohun, ne ngakojmë vetëm me më shumë punë. Se dikush ti thua që atë dikush thotë që po të kem 50 milion lekë, unë do t'i lete banka apo 100 milion lekë, do t'i lete banka se bolli kam atë, unë marr interese dhe të ushqehem me atë. Kurse këtu unë dhe një pjesë e mirë atyre e përsëris, se një pjesë e mirë nuk janë vetëm unë. Prandaj e përsëris gjithmonë, nuk janë vetëm unë. Ne sikur edhe 10 milion lerot ne japësh kështu, ne do t'i bëjmë punë. Kjo ishte që do të ndaj qeveria dhe njerëzit që bëjmë me këtë punë. Që Si është çështja? Ti je sot fermer që ke mbi 1 milion euro këtu investim dhe je kaq i thjesht. Këtu jam, unë nuk jam që aty, unë të thashë, unë nuk bëj në herë pushim. Nuk bëj në herë pushim. Unë nuk e njoh pushimin, nuk e njoh atë, por i gëzohem kësaj pune që bëj dhe kam bërë, se nuk kam vetëm këtë. Unë kam 300 hektar tokë që punoj. Me çaj bjell? Se po të jetë vetëm kjo punë këtu është shumë e kullaqshme për ta bërë. Po në momentin që ke 300 hektar tokë edhe për ti që të qëraja, plugim, frezim, mbjellje, korre, paketimi aty ku e patju, ajo është puna më e vështirë. Unë në Behar vadis misër me i vete punëtorit. Po plazh bën? Thash nuk e bëj pushimin unë, shumë vrallë, kjo është pjesa. Në jug nuk shkon andej për shumë nga Dërmiu, nga... Te ka kjo punë, që nuk të letë bësh pushim. Kjo nuk të letë bësh pushim, se kjo gjithmonë e ka punën, 24. Nuk i shesh punë e keqe, po këtu është. Mondin po e marrin telefon, unë mbyll intervistën me të. Mondi, faleminderit shumë. Faleminderit ju që erdhët. Do t'i thuash pak njerëzve të bën subscribe te kanali im i YouTube-it? Subscribe. Bëni subscribe te kanali i YouTube-it Florit. Bëni subscribe te kanali i YouTube-it. Edhe lini komentin tuaj, edhe dashurinë tuaj për Mondin, po edhe për dashurinë tuaj për fermën, për Shqipërinë, për produktet shqiptare, edhe njerëzit që e duan vendin. Se Mondi është një nga ata që do vendin, që nuk është larguar, që po punon këtu, që po merret me lopët, që na tregoi dashurinë që ka për kafshën. Edhe për njerëzit po, ha? Po për njerëzit po. Po përgjigju telefonit ti. I ke si s'ka qese, i përgjigju. E mbyll programin për ditën e sotme, vazhdoni që ndroni në kanalin tim dhe shpërndajni intervistën, por mbi të gjitha më sugjeroni personazhet vërtet. Ashtu siç më keni sugjeruar dhe Mondin në rrjetet e mia sociale poshtë, më shkruani se dua të takoj njerëz të vërtet, që kam nevojë t'u tregoj historinë atyre. Faleminderit, takohemi në episodin e radhës. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.